Për siguri. Për siguri. Jo të Ne si jemi të sigurt, askush asna për familje. Edhe unë e dëgjova diçka që më shqetësoj. Dëgjoj. Nuk mundemi me thoni që asnjë njeri nuk mbyllet TikToku për shkak të çështjeve personale sepse njerëzit nuk e dinë. Kjo është edhe me fatkeqësi. Në njerëzit duhet me informu sa të rëndësishme janë dhomët personale. Keq drejtim i debatit, më fal, i nderuar profesor, për ato mësimet e biologjisë që po na i tregon, mirë po. Për ato që unë i bëj çdo ditë. Unë flas për fakte që përballna çdo ditë me fëmijë. Dhe për ato që unë i shoh çdo ditë, dhe për atë bashkëpunim që unë kam me njësinë kibernetike në Kosovë, brenda kësaj shoqënie dhe këtij sistemi që ne jetojmë, do me thënë shoqënia jonë nuk është e edukuar dhe nuk do as të edukohet për çështje të tilla. Më fal shumë. Prindi e ka obligimin primar dhe më fal sot. Vjen prej 2 shkollave shumë të rëndësishme që janë shkolla e mjekësisë, shkolla mesme dhe një shkollë shumë e mirë e Prishtinës që është Falkionica. Dhe në shkollat edhe ti ku punon, do me thënë sot fëmijët dhunohen edhe fizikisht, e mos flas për çështjet virtuale. Prandaj, të lutem mos e keq drejtoj debatin dhe të keq informosh publikun, sepse ne këtu jemi shoqënia që e kemi në dorë vetën tonë, e institucioni ka obligim pikrisht siguri nacionale për çka e ka edhe kanal qeveria. Cilat institucione më fal? Qeveria e Kosovës që e kanal. Institucione ku mirë po. E dhunuara dhunohet në institucione ku është për mu mbrojt. Kërkoj shumë falje. Kjo është një falje, jemi të tentu me fol për Amerika po debaton me mbyll e na jemi gati. Që ju nuk jeni në gjendje në brenda në shkollën ku në objektin ku punoni të runi sigurinë e fëmijëve, po më foni për çështjen e TikTokut. Çështja e TikTokut dhe çdo platformë sociale, aty fëmijët, jo, të lutem, po flas për sigurinë fizike, ku fëmijët dhunohen pa platforma fare, e bullizohen, e mos flas për bullizime, e ju po voni për çështjen e media, e dhunohen spitale, e dhunohen institucione publike. Për çka po flasin? Sepse për të rriturit, jo, po flet sepse po jap këtë kohë tjetër debatit. Cila është koha? Atë që e nisem me dhon, edhe një herë po ta them. Regulativa ligjore në Kosovë ekziston dhe flas për Kosovën. Por na kemi regulativa ligjore për gjitha çështjet. Shqipëria flas për Kosovën. Nuk mund të thush që njësia kibernetike e policisë Kosovës sot nuk e bën punën e vet. E bën në mënyrë të përkryer. Por aq sa i ka lidhet dhe sa ka mujt ky shtet, sepse njësia kibernetike e policisë Kosovës nuk është e vetme. Ajo ka një zinxhir të rregullimit ku duhet të ketë marrëveshje ky shtet, e ky shtet fatkeqësisht nuk ka as domen, jo rastësisht ta përmenda me fillim. Dhe pa pas domen hiç, ata njerëz që në atë polici, me çet shoqëni që jemi na, marrin edhe trajtojnë raste edhe në ato baza që ata kanë krijuar të njohjeve, edhe personale, kryjnë punë me TikToka, me Facebooka, me krejt, dhe sidomos kur ka çështje të fëmijëve, të pedofilisë, apo të këtyre materialeve që u përmendëm, ata kanë reaguar dhe janë x raste që kanë reaguar. Prandaj nuk duhet të lihet faji diku, se nuk po bëhet një diçka. S'ka shfaj diku, është problem shoqënor. Ti po jep tash kohë ka po don ti. Jo, institucioneve ta, institucioneve po ka në një natë absurde, në një natë që përmes ligjore, duhet të folur me pretendu para njerëzve që jemi në rregull. Jo, rregull nuk kemi, mu vetëm vjen keq. Na kemi rregullativ ligjore edhe për ndrotin e mjedisë, kemi vënë më ndotur në Evropë. Që në kurrikulat mësimore ku ti ju jep mësim nxënësave tu. Mundesh marrë me pikën e asnjë iniciativa të tilla. A ke kërkuar ndonjëherë që në kurrikulat mësimore të futet çështja e privatësisë dhe përdorimit të internetit? A dini sot që në kurrikulat e tikut, landës tik që mbahet, fëmia jam sot mëson për batin e këtyre herët që e kemi pas na? Dhe është absurde për ata që bëhet, sepse na si shoqëni, domethënë mund pëlqejnë këto debate, sado që ne mund të i dhënomi edhe të nxehemi, mirë po ta them një diçka. Ne ose duhet të punojmë bashkërisht të gjithë, pa pas të interesat qoftë edhe të bizneseve, sepse absolutisht është biznes. Absolutisht është biznes. Mirë po, duhet të bashkohemi dhe të jemi me një qëndrim. Jo të shkojmë sepse ti këtë mbyll TikTokun, sot e mbyll një TikTok, nesër të hapet një platformë tjetër edhe problematike nuk e zgjove. Ti krijo bazë, ti ndjek, ti bëu shtet që ta kesh domenin tënd,
në kuptimin e domenit, po flasë, në shtet jemi Republika dhe fort bile, por mos të bëjmë hap ata ati, unë ja thash jo rasti Shqipnin, kur të eshet që shoqënia për një me nuk ki kapacitete me ndërgjëtsu shoqënin tonë, atëherë ju po mendoni që na i kemi kapacitete me ndërgjëtsu shoqënin. Vetëm tek Angela, jo Në njërë non po thu. Probleme, po jo se po del kontradikt. vetëm tek kalojmë tek Angela për shkak se na duhet me sepse po duhet dhe juve më ndërgju. Asë institucion, Vetëm një moment, zënja krenare edhe zoti Besnik, ta përcjellim Angela me qenë se ka angazhime të saja dhe i themi faleminderit që ka qenë me ne. Faleminderit Angela. Faleminderit juve gjithë të mira. Kënaqësi, faleminderit shumë. Kënaqësi shumë që isha me ju sot. Faleminderit shumë, kënaqësi. Na falni se